Edhe pse ndodhemi ende në 9 dhjetor në tregjet e Vlorës, por edhe në supermarkete, ndihen qartë lëvizjet e para të çmimeve, sidomos për produktet kryesore të shportës. Qytetarët shprehen se rritja ka nisur disa ditë më parë dhe friksohen se ndërsa festat e fundvitit afrojnë, abuzimet do të bëjnë edhe më të dukshme. Sipas tyre, produktet më të prekur janë ato që përdoren tradicionalisht gjatë periudhës festive: mishi, produktet e bulmetit, frutat e thata, perimet e stinës dhe ëmbëlsirat e gatshme. Konsumatorët theksojnë se situata pritet të përkeqësohet me afrimin e datave të festave. Konsumatorët kërkojnë ndërhyrje të institucioneve, ndërsa u bën apel autoriteteve përgjegjëse të shtojnë kontrollet në tregje dhe supermarketet kryesore, duke parandaluar abuzimet me çmimet gjatë periudhës së festave. Po normal është, po ti shikosh me vitet e tjera, normal është. S'ka ndonjë shqetësim, ndonjë problem. Mendoni se do të kemi abuzime në prag festave? Po patjetër vjen periudha, sidomos në këto gjelet e detit, në mishre, këto ka. Çfarë duhet bërë? Institucionet duhet të marrin? Po ato janë pikërisht, institucionet janë kryesorët. Atje po të ketë kontrollet shpeshta nga këta, s'ka më ngritje, s'ka abuzime. Kështu. Abuzohet me çmime tani në prag festave? Nuk jetojmë këtu, ne jetojmë në Athinë dhe nuk kemi. Po në Athinë si në prag festave? Në të gjithë rrugën toksor një politikë ekonomike domethënë është dhe njësoj janë gjithë atje. Pra abuzohet dhe atje? 100%. E kemi zakone, i shtojmë qikë. Po çfarë duhet? Duhet marr masa? Masa patjetër duhet marr masa. Megjithatë deri tani nuk ka më bërë. Mund për inercie dhe shikoj njëri tjetrin, i rrit njëri, rrisin gjitha. Megjithatë, hajde. Patjetër ka filluar abuzimi. Ka filluar? Ka filluar abuzimi. Ku e shikoni te kush produkte? Po në këto që janë të shportës, po, nuk bëhet fjalë fare. Po dhe këta që shesin këto zarzavatet dhe këta përsëri. Po skandal se ato sot mora pensionin unë, ky muhabet ka një muaj që është ngrit. E ku dalim ne? Është skandal. Çfarë masash duhet marrë institucionet? Duhet marrë masa? Ata i nimet pas duan ti marri. Nuk duan. Po absolutisht nuk duan, se budallën që ka më çrun nga ata në drejtorak. Kështu i bia po jo. Shumë. Abuzime që ta vi frikë dalim. Nuk blejmë dot. Kanë filluar? Ka filluar edhe Ku e shikoni më shumë, të cilat produkte? te këto perimet në tepër. Po edhe këto, të gjitha. Nuk di çfarë të them. Si që marrim, i japim edhe nuk ka tepron asnjë lekë. Ta kemi ato si pek kemi. Duhet ketë më shumë kontrole nga institucionet? Vallajt, as po bëhet gjëfare me këto kontrollet hiç. Ne që i marrim po, edhe s'ke besim te këta. Se ç'a bani si ç'a hap. Për cilësinë? Cilësinë. Fenomeni luatjes së çmimeve në prag të festave është i zakonshëm, por kalimi në rritje të pajustifikuara përbën abuzim dhe dëmton drejt për drejt familjet me të ardhra të ulta. Ata theksojnë nevojën për monitorimin e tregut dhe vendosjen e penaliteteve për subjektet që rrisin çmimet në mënyrë të pajustifikuar. Ndërsa festat e fundvitit afrojnë, qytetarët shpresojnë që çmimet të stabilizohen dhe që autoritetet të jenë më të pranishme në terren për të shmangur një tjetër sezon festash të ngarkuara me rritje të pamerituara të kostos jetesës.